Pas raportimeve dhe shqetësimeve të qytetarëve në media për rritjen e çmimeve në produkte bazike të bukës, kafës dhe të tjerave, Autoriteti i Konkurrencës i Kosovës ka nisur një hetim për monitorimin e tregut vendor. Adrian Mustafa, ushtruesi i detyrës së shefit të Departamentit të Analizës dhe Metodologjisë në AKK, në një intervistë virtuale për mediumin ton, thotë se Autoriteti i Konkurrencës ka intensifikuar aktivitetet në monitorimin e tregjeve. Për shkak të shqetësimeve ngritura nga qytetarët dhe raportimeve të shumta nëpër media, autoriteti ka intensifikuar aktivitetet për monitorimin e tregut. Produktet të cilat momentalisht kanë fokus të veçantë janë produkti i bukës dhe produkti i kafës. Autoriteti është në proces të mbledhjes së dhënave në treg për të vlerësuar nëse rritjet e fundit të çmimeve në këto produkte janë të arsyetuara apo janë bërë në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Tutje Mustafa tha se inspektorët vazhdimisht janë në terren për të kuptuar saktë situatën dhe aktualisht jemi në fazën e mbledhjes së të dhënave. Inspektorët e autoritetit janë në terren dhe po monitorojnë sjelljen e ndërmarrjeve, nëse ato potencialisht mund të bien ndesh me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Pas përfundimit të fazës së mbledhjes së dhënave, nëse identifikohen shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, autoriteti do të ndërmerr veprimet e nevojshme ligjore në përputhje me kompetencat e tij. E kur është fjala te afatet kohore të monitorimit dhe veprimeve që do të ndërmirën për ndërmarrjet nëse gjenden shkelje, Mustafa thotë se dënimet janë të larta. Nëse ndërmarrjet veprojnë në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, është neni 5 të cilën potencialisht ndërmarrjet munden me shkelje, është marrëveshjet e ndaluara, pra kur kompanitë ndërmjet veti mirën vesh që me fiksu një çmim, me ndani treg ose forma tjera, ne fillojmë me procedurë hetimore. Në momentin që fillojmë me procedurë hetimore, ne i mbledhim dhënat që na nevojiten prej ndërmarrje, edhe nëse, domethënë, deri në fund nëse shkon kjo, atëherë gjobat për shkeljet ligjit për mbrojtjen e konkurrencës janë shumë të mëdha, domethënë është gjobë deri në 10% të qarkullimit të gjithë mbarshëm të kompanisë. Domethënë është një gjobë që është mjaft e lartë dhe jo secila kompani mundet me përballu, për atë ligjin për mbrojtjen e konkurrencës është ligj që duhet të respektohet edhe nuk duhet të shkilet. Në fund, ai siguron qytetarët se autoriteti do të mbetet i përkushtuar në mbrojtjen e konkurrencës, konsumatorit dhe funksionimit të drejtë të tregut vendor.